Jemi sërish bashkë të dashur shikues dhe tani është koha për bisedë. Sot në fokus do ta kemi një super projekt. Bëhet fjalë për filmin e ardhshëm të metrazhit të gjatë të regjisores Blerta Basholli me titull Dua, një film që tashmë ka hyrë në fazën e xhirimeve. Do të shpalosim gjithçka sa i përket këtij super projekti bashkë me producentin Valon Pajgora nga Icon Studio. Valon, gjithmonë kënaqësi kur të kemi në përfilm. Faleminderit për ftesën. Atëherë i tregova publikut pak a shumë që sot do të fokusohemi te ky projekt që ka ca kohë që e presim të vi pikërisht në këtë pikë në kohën e xhirimeve. Dua, po i fillon xhirimet dhe është vërtet një projekt shumë i madh. E thash këtë me plot fjalë. A mundemi fillimisht të ndalemi tek kjo, si kanë shkuar përgatitjet deri në këtë fazë dhe si do duket pak a shumë ky një muaj intensiv? Pak më shumë se një muaj, janë 7 javë xhirime, 35 ditë. Projekti, do me thonë, ka ardhur të finalizue dhe jena në fazën e xhirimit, tash të veç kemi fillu. Ka zgjat një kohë shumë e gjatë, do me thonë, prej idesë deri në realizim kanë kalu gati 5 vjet. Po projekti ka gjetë mbështetje shumë të madhe prej qendrës kinematografike të Kosovës, është një koproduksion me Francën, e cili është një koproduksion me CNC, Cinema du Monde. Kjo është projekti i parë i cili pas nënshkrimit të Kosovës me CNC marrëveshjen që e kena mes 2 shteteve u financu. U financu për Zvicrës, për fondit rajonal Zvicrës, për televizionit Zvicran, për fondit federal Zvicrës, Arte, Cinema, Euroimazh, QKK, edhe kështu që ka gjetë një mbështetje shumë të madhe. Është një film periodik, është Kosova ose Prishtina, specifikisht Prishtina në 98-ën, pak para luftës, ku tregohet situata e jetesës ose mbijetesës të Prishtinës për një këndvështrimit një adoleshentës duës, një 13 vjeçare, e cila realisht është karakteri vetë Blertës. Qysh e sheh dhe e kanë jetu atje, do me thonë, edhe pse ka qenë një kohë shumë e vështirë, tensionume me sistemin paralel shkollor, tensionet të çdo moment, do me thonë, luftave që u afru, prap rinia në ato kohë kanë plot ëndra, plot shpresë, plot vullnet për me jetu. I kanë gjetë një kënaqshme shumë pak sene, por edhe dikur janë vedisu dhe e kanë pa që situata nuk është në rregull dhe qysh e kanë përjetu. Atë është një tregim shumë i bukur, shumë i pastërt, pa paragjykime fare. Edhe, po unë kur e kom lexuar skenaren për herë të parë, sepse unë kom qenë qasana gjeneratës, pak a shumë e Blertës. Edhe të e lexu skenaren, kënej mu keshke se disa skenat që ishin mrena aty, se ka plot skenat të interesante që kanë një humor. Mu keshke, po kishte edhe momente që edhe kesha edhe më shkoj që mu më shënësit me lot. Ishtë një skenar shumë i veçantë, edhe që menoj që kam i përfatsu një gjenerat tërë në Prishtinës e të Kosovës, e cili shumë pak u tregu realisht për atë periudhë kohore të Kosovës në cilën ka kalu. Do tjetë pra një projektim mjaft interesant për këtë gjeneratë që sa po folëm, gjeneratën tonë. Është interesant edhe kjo, sepse punën e Blerta Basholli tashmë e njohim, sepse është një prej regjisorëve me arritjen më të madhe kinematografike, me zgjojën, edhe tani po vjen me Duan, dhe besoj që këtë herë edhe më personale e ka storjen. Si është në këto momente Blerta, si po ndihet ajo, se e dim që është një tip që e jep krejt shpirtin në punën e saj. Sa fola në telefon me të pak pala se më ardhi, i tregova që jam të ardhur në edhe ajo ka qenë për lokacione. Tha shumë mirë, po mëne është e qetë, sidomos këto 2-3 javë të fundit, pasi që ju mbyll lokacionet, pasi që ju mbaj intervenimet të shumta në lokacione për mu kthy në kohën e 98-ës, edhe pasi që ju mbyll castingu dhe i ka bë provat me casting, sepse castingu shumica, 80% castingut janë adoleshent, janë aktorë jo profesionist. Janë 3 vajza djem 3 pi shkollave fillore dhe shkollat mesme, ku Blerta ju ka desht 1 vjet gati për mi përzgjedh rolet. Ka bo casting shumë gjigant, po për mi 5.000 veta kanë qenë që i ka përzgjedh dhe tu e reduktu i ka orë të rolet kryesore. Edhe në këtë projekt Blerta e ka përzgjedh Ylka Gashin me lujt nanën. E ka një marrëdhënie shumë të veçantë me to, edhe na jena si produksion jena shumë të lumtur që është ajo, por të jetë Kushtrim Hoxha, në rolin e babës, Andi Bajgora, në rolin e vllaut,
edhe Pinea, vajza e Adriana Matoshit, e vogla, një super aktore, super talent. Unë jam sarë për shoh para kamerës, dje e bom, disa prova që i bom. është jashtëzakonshme. E ka gjenin e mamit edhe jo? Po menej, absolut, gjenet janë gjene. Edhe, po menej, janë 65 roli. është një kas shumë i madh, është një organizim shumë i madh. Veç du të shfrytëzoj rastin edhe t'ju falenderoj krejt ata të cilët na kanë ndihmu. Sidomos organizatat ose ndërmarrjet shoqërore, du t'ju falenderoj shumë Policisë Kosovës, sepse kena gjetë një mbështetje shumë të madhe në ta, Ministrisë Punëve të Brendshme. Du t'ju falenderoj Trenkosin edhe Rail Kosin, Infrakosin, Trenkosin dhe Infrakosin, për arsye se pa ndihmën e tyne nuk kishëm mujt fare me xhiru do skenën e exitit, domethënë exilit që kanë qenë turmat që kanë ikë në drejtim të stacionit trenit. Pa ndihmën e tyne nuk kishëm mujt me realizu. Edhe du t'ju falenderoj edhe komunën e Prishtinës për mbështetjen që na kanë jap, domethënë për lejet, sepse nuk është pak me ndërhy në për lagjet tëra, domethënë me shprazë, komplet lagjën e Ulpianës do shprazët, do hjeken gjithë makinat, do vinë makinat e viteve 90-ta që janë përdor Jugo, Lada, Golf Nisha, domethënë vetë fakti për mi gjetë këto makina ka qenë një sfidë e veçantë që mu duket sa më autentik. Po kemi gjetë shumë mbështetje edhe pi banorëve, tu e ditë çfarë teme është tu trajtu, edhe gjithashtu edhe tu e ditë që Blerta Basholli është regjisore, kemi gjetë shumë mbështetje edhe pi tyne, kështu që du t'ju falenderoj të gjithëve për këtë mbështetje edhe shpresoj që kjo është teamwork, filmi është teamwork, pa mbështetjen e institucioneve, pa mbështetjen e banorëve, pa mbështetjen e secilit nuk bëhet. Domethënë është vetëm një iniciativë një regjisores ose produksionit, po pa mbështetjen e tjerëve nuk quhet. Kështu që unë mendoj që filmi është, nëse realizohet, është i një ekipit shumë të madh, për që ata suksesi do të mu da me gjithë. Faltues, pra Prishtina po shndroj ka në një mini Hollywood për 35 ditë. Po më pëlqen kjo gjë, i përmendte pak a shumë lokacionet, po ti informojmë edhe qytetarët, sepse do t'jenë të bllokuara disa rrugë të Prishtinës me rastin e xhirimeve të këtij filmi, do të kenë mundësi ndoshta edhe të kthehen prapa në kohë, sikurse në fund vitet e 90-ta, apo jo? Domethënë janë disa ditë, sidomos në lagjin Ulpiana, ku do jetë një pjesë që thonë ana banesat e oficerëve. Do jenë parkingu do të zbrazët, do jetë e bllokume për 3-4 ditë, po do jetë parcialisht e bllokume, domethënë vetëm kur kena xhirime do jetë e bllokume, si kryen xhirimet në atë pjesë lirohet si vend, sepse do pastrohen gjithë kerrët, do vinë kerrët e vjetra, nuk bën me pas kerrët reja, sepse pastaj nuk është autentik si skenë. Gjithashtu është edhe një skenë, 2 skena realisht, ku do jetë një skenë e protestës 98-ës, që do lëshohen studentat ose protestues prej menzës studentëve, edhe policia e asoj kohë do konfrontohen në mes të bashkë ku është simfonia dhe do vazhdojnë në rrugën për në Ulpian. Ajo do jetë e bllokuar për gjysmë dite, po do jetë në ditë vikendi, ditë diell, ku shpresojmë që nuk do ketë shumë trafik edhe nuk do jemi shumë të kujdesshëm edhe për mos mi blloku edhe qytetarët. Se është qyteti Prishtinës, na bojna filma, por na nuk bojna me kufizu lëvizjen e lirë. Po besoj ke pas mundësi dhe ma herët që e ke lexuar skenarin e filmit dhe pak a shumë në kokë e din se si mund të nduket ky projekt, po a mundesh për shikuesit pak më na tregu çfarë mund presin nga dua, çfarë i pret me këtë film? Po mendoj, është një projekt shumë i madh i cili u punu shumë. Është i qëndisur deri në detaj, domethënë Blerta e ka shumë qartë se cilin kuadër, se cilin frame, se cilin lojë të aktorit. Domethënë është shumë konfidente në punën që është e bashkë ashtu edhe shumë e sigurt. Kjo na jep këtë neve një siguri që ka me dalë diçka që është e bukur. Vetë fakti që gjatë procesit punës kjo ka punu shumë me mood board ose mood vizual, ku pak a shumë u drejtu edhe stili, ngjyra,
teshat, cilat do përdoren, që kemi shumë qartë që tani që kam bëdok. Na do e mundohem maksimumin me jep në këtë projekt, se cili është të mundu me jep maksimumin, është të jep realisht maksimumin, si do pritet nga shikusi, në fund gjykusi kryesor është shikusi në televizion edhe në sinema, kështu që ata do e vlerësojnë, po, na do e mundohem të jepim maksimumin edhe jam shumë kam mendime dhe shpresa pozitive për që do jetë një sukses i madh edhe ky projekt. Pritet të finalizohet për vitin 2026? Po pritet të jetë gati diku nga mars-prilli i vitit 2026. Më intereson pak ta di si erdhe deri te bashkëpunimi, sepse besimin e qendrës kinematografike keni pas nga fillimi, jeni përkrahur me një buxhet goxha të lartë, por nuk është se ka shkuar pas sfida edhe ky proces. Se e dim që të mbledhen fonde për filma, sidomos të kualitetit cilin Ikon Studio dëshiron me arritë, pastaj edhe bashkëpunëtorët, në këtë rast regjisorja dhe skenaristja e filmit. Kosova e vetme nuk mundet ndoshta me arritë. Ne kemi aplikuar në konkurs të hapur në qendrën kinematografike të Kosovës, në konkurs i cili s'ka qenë veç projekti jonë, ka qenë shumë projekte që kanë aplikuar. Fatmirësisht juria që është përzgjedhë e ka vlerësuar skenarin, e ka vlerësuar idenë edhe punën e blertës, edhe kemi gjetur mbështetje nga qendra kinematografike. Kjo është një sen tjetër që qendra kinematografike ka filluar me rrit buxhetin e filmave në përgjithësi. Kjo është një shaj e mirë, sepse ka po që filmat po kanë sukses dhe përmes filmave po mujnë me bo një promovim kulturor në arenën ndërkombëtare, cili është i pazavendësueshëm, edhe nuk mundesh. Filmi ka pas qendrës kinematografike, na kemi bashkëpunu me partnerët tonë, cilët i kemi tradicional, ose që bashkëpunojmë me Zvicrën, që është Alba Film, i cili është projekti 7 radhas që jemi të bashkëpunu me ta. Kemi marrë fondin regional, na u ka refuzu fondi nacional me komente, kemi rishkru skenarin, kemi riapliku, kemi marrë fondin nacional, pastaj kemi apliku edhe në CNC, ku e kemi gjetë një produksion shumë të madhë francez, me një tradit shumë të madhe, quhet Kazak, edhe përmes tyne pastaj kemi apliku edhe në CNC. Edhe aty në raundin e parë na u ka kthy me komente, do më thonë riaplikon në raundin e dytë. Kemi ndryshuar skenar, kemi lëviz senet sipas komente tyna, kemi riapliku dhe kemi marrë, që është një sukses shumë i madh, sepse CNC është fondi më kompetitiv në Evropë, do më thonë që aplikojnë nga gjithë bota. Edhe më mbështet nga CNC është një brand, një sukses. Me njerë pastaj ka ardhur mbështetja nga Arte, sinema. Po filmi bazum në suksesin e blertës edhe temën cilë trajtohet edhe partnerat cilë të kemi gjetë edhe filmi ka gjetë një World Sales, i cili është Party Sales edhe distributor francez. Filmi është e sigurt tani që filmi do distribuohet në Francë, gjithashtu do distribuohet edhe në Zvicër. Që sa i përket mbështetjet nga institucionet dhe nga partner, atë ka qenë një rrugë shumë e vështirë, sepse ka qenë back and forth, që thonë, apliko, merë komente, ktheu prapë, bën ndryshime, riapliko, po kjo është proces që na e ndjeku, dhe është një proces që është normal. Pra është e zakonshme në filmarje. Jo, veç që të merë kohë, është një proces që merë për fundraising, për projekti, na kanë shku 2 vjetë, vetëm për pa kalkulu zhvillimin e skenarit, lokacionet, castingot, etc. Po është një proces shumë i gjatë, nuk është proces i shkurt, po përfundimisht është një ekip ndërkombëtar, kemi një drejtoresh fotografisë shumë të mirë edhe të njohur në Francë, që do jetë pjesë e projektit. Ekipi është mix mes Francës, Zvicrës, Kosovës, Maqedonisë, Shqipënisë. Kështu që unë jam shumë i qetë e konfident që kanë me jetë sa në të mirë, s'po di. Sigurisht edhe unë uroj kjo gjë të ndodhë, po edhe nuk dyshoj fare që rrugtimi pastaj tutje i filmit do t'jeti mirë me ndihmën e Ikon Studios apo jo? Po më Ikon Studios është një produksion vendas e Kosovës, ka sukses në arenën ndërkombëtare, po në menoj që që me thonë, a hyzmetin ja bajna, po nuk më varet shumë edhe për neve. Do me thonë, a i dina, i kena networkun tonë, po varet edhe për
festivale, pi salesave, në ma shumë varet pi distributorëve salesave dhe partnerëve ndërkombëtar tani që i kemi, se sa shumë pi Icon Studios. Icon Studios varet që da jenë ato jap maksimumi për me realizu vizionin edhe idenë e blertës në përpikshmëri. Pastaj sa në tjera, a një shme thonë, kur niset karvani ma, Ska që ndalë. Mirë shumë, na i do të tentojmë si ekip gjithsesi që në njërën prej ditëve të gjirimeve, kur do që naftoni, me qenë pranishëm aty, sepse është shumë interesant edhe për publikun me pa pak ato sekuencat nga prapa skenat. Po besoj që paka shumë i përmledhëm të gjitha, uroj që gjithë shka të shkoj mirë me këto ditët e gjirimeve, edhe ju uroj shumë suksese blertës, sidomos që të realizohet ëndra e saj në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë Valen për kohën. Faleminderit për ftesën, faleminderit për hapësinën që na jepni gjithmonë, edhe jeni të mirë të ardhur në set.